Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me Policinë e Kosovës ka lansuar sot aplikacionin për deklarimin e adresës për shtetasit e huaj që hyjnë në Republikën e Kosovës pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të ofruar leje të përkohshme qëndrimi të tuanjolle të njoftimet pjesëtarëve të komunitetit serb që nuk janë të pajisur me dokumente kosovare në ligjin për të huaj dhe atë për automjetet që do të fillojnë të zbatohen plotësisht nga e diela. Vendimi i qeverisë së kryeministrit Albin Kurti vjen pas një takimi në Prishtinë me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen. Ky aplikacion do të mund të shkarkohet në 2 sistemet për telefona mobil, Android dhe iOS. Po ashtu mundësia e deklarimit të adresës do të bëhet edhe përmes webit në kuadër të Policisë së Kosovës. Për t'u lehtësuar aplikuesve, ne do t'ju shfaqim se si do të bëhet aplikimi përmes webit. Hym te aplikacioni për regjistrimin e të huajve dhe prekim regjistro. Këtu është forma për lajmërim të adresës për shtetas të huaj. Ky aplikacion është në 3 gjuhë, në shqip, serbisht dhe anglisht. Të dhënat e të huajit. Emri, emri. Këtu kemi datën e lindjes. Prekim zgjidh gjinin. Vendi dhe shteti i lindjes. Shteti i lëshimit të dokumentit, prekim njërin nga shtetet. Lloji i dokumentit, letërnjoftim, pasaport apo vizë. Numri i dokumentit, numri personal i të huajit, email i personit, numri i telefonit, data e hyrjes në Republikën e Kosovës dhe data e daljes nga Kosova. Nëse keni ndonjë fëmijë me veti, shtoni dhe informacionin të fëmijëve. Poston emrin, mbiemrin, datën e lindjes dhe gjinin. Të dhënat e personit ku vendoset i huaji, tek ndonjë familjar apo kudo që do të shkoni. Emri, mbiemri, numri personal, email i pritësit, numri i telefonit të pritësit, adresa vendbanimit, rruga shteti apo fshati komuna. Dhe pastaj prek dorëzo regjistrimin.